Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu për gjitha mirësitë e tij, salavatën me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, sot jemi në ligjëratën e parë në muajin e begat të Ramazanit, në ligjëratën e parë para hutbes së parë në këtë muaj. Lutem që Allahu xhalla xhelaluhu t'i pranon për neve dhe juve të gjitha veprat e mira në këtë muaj dhe në vazhdimsi. Me qenë se jemi në këtë muaj të begat të ndershëm vëllezër, sigurisht që kemi shumë çka të themi, por dua që inshallah t'i përpunojmë argumentet që flasin rreth Ramazanit si muaj dhe agjerimit si ibadet. Duke qenë se pjesë tjera jemi duke i përpunuar gjatë ditëve, qoftë pas namazit të drekës dhe para namazit të teravive, kemi lanë që sot të bëjmë një përkujtim të përgjithshëm sa i përket dispozitave të agjerimit. Prandaj dhe e kemi titulluar Fiku i agjerimit ose jurisprudenca e agjerimit, edhe pse të njohura këto çështje që ne do t'i theksojmë, do t'ju përkujtojmë me to të njohura tek ju, mirë po ka kaluar një vit dhe sigurisht që shumë nga këto gjëra janë harruar, kemi nevojë t'i përforcojmë, por dhe kemi të rinj që ndoshta për herë të parë një pjesë i ndëgjon dhe e kemi obligim moral, gjithsesi edhe fetar që t'ju përkujtojmë. Andaj pra, në përgjithësi, duhet ta dimë që jemi në muajin e vlerave, në muajin e mirësive. Allahu xhalla xhelaluhu këtë muaj ekskluzivisht e ka çuar për neve, që ne të përfitojmë nga muaji i begat i Ramazanit, siç kemi promovuar edhe në të kaluarën, nuk do duhej askush të njihet indiferent muajin e Ramazanit, madje edhe ata që nuk mundin me agjëru. Jo që nuk dojnë, po ata që nuk mundin me agjëru, mos njihen indiferent, sepse edhe ata i ka plën mirësia e muajit begat të Ramazanit. Nëse s'mund me agjëru për arsyet që janë të justifikueshme, mund të falet, të lutet, të kërkon falje, e ka plojnë pra mëshira e Allahut dhe mirësitë që Allahu xhalla xhelaluhu na ka premtuar për këtë muaj. Të ndershëm vëllezër, Allahu xhalla xhelaluhu në kapitullin e 2 në Kur'an suratul Bekare ka zbrit citate kuranore që na njofton për agjerimin edhe muajin e Ramazanit. Dhe njëkohësisht, sikur përcjell Allahu xhalla xhelaluhu në citatin e parë, në citatin 183, përcjell një mesazh historik se agjerimi ka qenë pjesë e njerëzve me ekzistimin e tyre. Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kema kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Jemi vetëdijshëm që të paktën edhe nëse nuk e dini Kur'anin me lexu ose përmendsh, po jemi bindur që ky ajet ka të rokit në vesh të juaj për çdo ditë këtë javë, nga ligjëruesit, nga haxhallarët, o ju besimtar, u është bërë obligim edhe thras madje Allahut që ta mësojmë këtë ajet, se i krenohemi këtij ajeti, edhe fjala e Allahut, por edhe identifikohet agjerimi jon me mësimin e këtij citati. O ju besimtar, u është bërë juve obligim agjerimi, siç ka qenë obligim edhe tek komunitetet e mëparë, edhe më hershme. Pra i bie që Allahu xhalla xhelaluhu na drejtohet neve si besimtar, nuk na drejtohet këtu si musliman ose si njerëz në përgjithësi. O ju njerëz, ju ka obligu agjerimi, jo. O ju besimtar, që i bie se do t'i paraprin agjerimit besimi. Pra o ju besimtar, nuk jeni ju të partë prej mësimeve që po i nxjerrmi, nuk jeni ju të partë që filloni me këtë ritual, me këtë normë, me këtë obligim. Ka pas edhe para juve që kanë agjeru. Prandaj, historikisht njihen si njerëz, edhe nëse nuk kanë qenë të komunitetit musliman ose protagonist të pejgamberëve që i ka dërguar Allahu xhalla xhelaluhu, kanë agjeru, sikur që ka ardhur për libra të ndryshme historiografike se kanë agjeru kinezët e vjetër, egjiptasit e vjetër, madje kanë agjeru edhe kurejshet.
Kanë agjeru edhe Kurejshet, pra pagan që kanë qenë. Ka agjeru pejgamberi a.s. para shpalljes së profetësisë. Madje ka agjeru pejgamberi a.s. pas shpalljes së profetësisë, pasi që është bë pejgamber, para se t'i obligohet muji i Ramazanit. Por kanë agjeru edhe pejgamberët, siç ka ardhur në për argumente të veçanta për muslimanët veç e veç të gjithë pejgamberët, ka agjeru Davudi a.s. madje e ka qenë mirënjohës dhe ka lavdëruar pejgamberi a.s. agjerimin e Davudit. Thot, agjerimi më i mirë është agjerimi i vllaut tim, Davudit, sepse pejgamberët kanë qenë vëllezër. Një ditë ka agjeru, një ditë i ka prish. Pastaj ka agjeru Musa a.s. Dhe gjithsesi që tham ka agjeru edhe Muhamedi a.s. Agjerimi të ndershëm vëllezër është bërë obligim në vitin e 2 të hijretit, që i bjen, është bë farz agjerimi kur është shpërngul pejgamberi sa në Medinë, në vitin e 2. Në fillim fare, ka qenë, pra para se të obligohet agjerimi mujtë Ramazanit, ka qenë obligim me agjeru ditën e 10 të mujtë Muharrem, ditën e Ashureve. Ka qenë obligim me agjeru, pra po flasmi, pasi që është bën pejgamber Muhamedi a.s. E pastaj, kur është obligu agjerimi mujtë të Ramazanit, ka mbet fakultative, ose ka mbet, do thot, dytësore, ose nafile, ose vullnetare, agjerimi ditëve të Ashurës. Shpërblim, po, por dhe jo obligim. Ajo që neve të ndershëm vëllezër na intereson më shumë është që t'i shpjegojmë disa norma që kanë të bëjnë me agjerimin dhe agjeruesin, sepse është përditshmëri, është po një muj i plot me agjerim, edhe na përcjellin norma dhe sigurisht që kemi nevojë t'ja përkujtojmë njëri tjetrit këto norma. Kujt i obligohet agjerimi? Pra agjerimi i obligohet çdo muslimani i cili është i moshërritur dhe i cili është mentalisht i shëndosh. Musliman që i bie se ai që nuk është musliman nuk i pranohet. Mund të agjeron, por nuk i pranohet pa qenë musliman. Me qenë pra i moshërritur. E që i bie do të flasmi për fëmijët, sepse këtu përjashtim bëjmë fëmijët dhe me qenë mentalisht i shëndosh. Se për këtë fëmijëve kemi kam folur në këtu gjatë javës së kaluar, po me që një pjesë e juja graviton vetëm ditën e xuma, po e përsëris, fëmijët deri në pubertet, deri në moshën madhore nuk e kanë obligim agjerimin. E kur është puberteti? Shtrohet pyetja në kohën tonë. Mesatarisht 12 mosha 12 vjeçare, mesatarisht. Mund të ketë në një që e kalon moshën 12 vjeçare, nuk ka hyrë pubertet, kemi shumë raste para moshës 12 vjeçare që hyn pubertet, sidomos te gjinia femërore. Edhe me moshën 10 vjeçare, edhe 11 vjeçare kemi raste të shumta, mesatarisht mosha 12 vjeçare në kohën tonë 12-13. Pra, nuk kçyret me vite. Këto vitet janë të parafërta. Kçyret do thot aspekti i pubertetit. Të secila gjini ka shenja që tani nuk është koha ime të shpjegoj për to. Por është mirë që fëmijët të adaptohen me agjerim, qysh edhe dini, që nga mosha 6-7 vjeçare fillojnë nga pak disa orë gjatë ditës me shiju fëmija qoftë edhe 5 vjeçar, 2 orë, 3 orë. Pra, ai tu rrit, tu i shtu orët, 6-7 vite deri në drek, pastaj e agjerin ditit plot, na im duke shku tash në sezonën dimrore, të gjithë mjekët po flasin që absolutisht edhe fëmijëve ju bën dobi, pra nuk e kanë obligim, por që stërviten para agjerim, tu afru ka mosha madhore, ai që ka 9 vite, 10 vite, agjeron, po jo dhe ta agjeron këtë Ramazanin. Prindi nuk do duhet me imponu. Nëse fëmiju për shembull ndin lodhje në shkollë, edhe është hallig, është i dopt, mos e impono. Ne ta agjeron sot mundet, gjys dite, 5-6 orë, kaq sot mundet. Pse se nuk i ka obligim, por ne e stërvitmi pra në mënyrë fakultative, jo obligative. Shpesh herë vëllezër disa prind din me bë ekstrem me fëmijët e tyre. Pe frikës që mos po devijon, ja imponon fëmijës me atë tip, po merr një normë jashtë normës hyjnore, jashtë normës të Allahut. Me kon Allahu kishton kur ti bën 7 vjet fëmia, sikur për namaz. A ka thënë pejgamberi sa, kur ti bën 7 vjet mësoni mu fal. Kishton kur ti bën 7 vjet,
urdhënoni mua me agjeru. Nuk ka thonë kështu. Por nuk do duhemi kuptu gjanat ekstrem nga friga që po devijojnë të ardhmen, po shkon me një shoqëri të ujë e imponon fëmijën me agjeru moshën 70 vjeçare, kurse ai nuk mundet. Gabim është. Kurse sa i përket kushteve të vlefshmërisë, pra, për me qenë agjerimi i vlefshëm, ka kushte, ka kritere, pra fillimisht të abstenoj nga ushqimi, pijet edhe kontaktet intime. Që me qenë agjerimi, pra, na jemi muajin e Ramazanit, edhe jemi qunë syfër, edhe kemi ban jetë agjerimin. Por me qenë që ajo ditë e vlefshme, dhëtë me abstenu nga ushqimi. O fjallet qëllimisht, jo nga harresa. Qëllimisht, pra duhet me braktis ushqimin, pijet edhe kontaktet intime. Pastaj, kushtohet njeti. Kemi folë qysh në ditën e parë, po me që thamë, është java e parë, ligjerata e parë, e para gjumas, pja u përkujtoj, pra njeti bëhet në fillim të Ramazanit, për tër muajin e Ramazanit, e pastaj është e preferuar edhe e pëlqyer që çdo natë të përsëritet njeti i agjerimit. Po ashtu dhe kushtohet e gjinia femërore, pastrimi nga cikli menstrual dhe nga lehonia. Gruaja e cila është me cikël menstrual nuk guxon të agjeron. Si pranohet, po dhe është mëkat. Edhe gruaja e cila është lehone pas lindjes, deri të pastrohet, nuk e ka obligim agjerimin dhe nuk bën të agjeron në këtë gjendje. Citati i dytë që na flet për normat e agjerimit, citati 184, Allahu xhalla xhelalu thot: "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra." Kush për juve është i sëmuar apo në udhëtim, ditët që nuk mund t'i agjeron për shkak të smundjes, apo të udhëtimit, që e mundon udhëtimi duke qenë agjerueshëm, le t'i kompenzon më pas. Le t'i kompenzon të njëjta ditë më pas Ramazanit. Pra, që kjo është citati kuranor dhe ne po mundohemi që të nxjerrmi norma nga ky citat kuranor që kanë cik dietarët islam, jo unë kështu privatisht, por që kanë cik dietarët islam. Wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kurse po thotë Allahu xhël xhelal, ata që i mundon agjerimi, pra që s'mujnë me përballu, ata bëjnë shlyerje ose paguajnë fidje ose kompensojnë ta'amu miskin. Kompensim ushqimor për të varfrit. Pra, ky është citati që flet edhe për kategoritë që përjashtohen nga agjerimi dhe çka do duhej me bë ata që nuk mund të agjerojnë. Parimisht të ndershëm vëllezër, këtu duhet ta parashtojmë një pyetje për ta sqaruar. Kush konsiderohet i sëmuar? A ka norma, a ka rregulla, a ka parime se kush konsiderohet i sëmuar që të lirohet nga agjerimi muajit të Ramazanit? E që në fakt përfshihet në citatin kuranor. Janë 3 kategori të smuarve. Në radhë parë, smundja që e rëndon personin nëse agjeron. Pra, kush konsiderohet i smut? Në radhë parë, smundja që e rëndon, e mundon, e ngarkon personin i cili është duke agjeru. Ose smundja e cila e shton, pra, e shton smundje nëse agjeron. Është i smuar, po kur të agjeron, i shtohet smundje. Nën 3, smundja që kur të agjeron e vanon shërimin. Smundja që është personi i smuar, po edhe kur agjeron e vanon shërimin. Çto 3 kategori hynë në citatin kuranor. E tani, qita persona që janë brenda këtij citati kuranor, cilat janë dispozitat, pra ndaj smundjeve dhe të smuarve. Dietarët islam thonë kështu: ka të smuar, mirë po nuk e mundon agjerimi. Ai është i smuar, e ka një smundje madje edhe kronike. Mund të jetë paniveshk, mund të jetë diabetik. Mirë po nuk e mundon agjerimi. Ai është më mirë të agjeron. Siç thot Allahu xhalla xhelalu, wa an tasumu khairul lakum. E që të agjeroni është më mirë për juve. Në fund të këtij citatit 184, pasi që Allahu thekson përjashtimet nga agjerimi në grupet që përjashtohen, në fund thot wa an tasumu khairul lakum. Pra që të agjeroni është më mirë për juve. Kush janë ata? Ai që nuk e mundon smundja, qoftë pra smundje kronike
ose gripoze. Është një grip i lehtë. Nuk e mundon, është më mirë për ta që të agjeron. Pastaj kemi smundje që e mundon personin. E mundon mirë, po nuk e dëmton. Është i sëmuar, e mundon smundja, po nuk i shkakton dëm. Dietarët islam, juristët, fukahat thonë, është më pëlqyer me prish agjerimin. Madje është prej sunetit me prish agjerimin. Dëgjoni vëllezër, kur themi kështu, duhet me kuptu që dietarët islam nuk është një person. Jenë komisione me mija dietar eminent botëror. Ata kanë ardhur në këtë përfundim, që nëse personi është i sëmuar, edhe ndin mundim e mundon agjerimi, po nuk i dëmton. Prioritet ka kush? Rujtja shëndetit. Sepse tërësia e mesazhit islamit është rujtja shëndetit. Prandaj, këtu unë besoj që një pjesë e madhe e njerëzve, po flas për komunitetin tonë, muslimanëve, e bojnë një çalim, hezitojnë. Jo se kum prish korrën e se prishi. Kemi raste është në gjendje me shku në spital, me marr asistim, edhe nuk e prish, është gabim. Është gabim, nuk duhet me ju kujtohet çdo vit këtë e kom përsërit. Kur të vje puna mu alivanos me trat fik, atëherë ti dije që ke pas gjuna. Atëherë leje që si agjiru si mirë, se ti e ke thy ligjin e Allahut. Allahu po thot, ti je smuar, dietarët islam, si li janë thirrur, po thonë, nëse të mundon smundja, para se me orë puna që me dëmtu, prish. Është me përparësi. Ndërsa nëse e mundon smundja dhe i shkakton dëme, ai e ka obligim me prish. E mundon, pra është i smuar, agjeron, e mundon agjerimi, por dhe i shkakton dëme. Ky person duhet dhe mos me e prish. Te kategoria e dytë, du me cek një fakt, te kategoria e dytë, ai që është të agjeru, e mundon agjerimi, por nuk e dëmton. Dietarët islam jenë justifiku me një thanit pejgamberit a.s. ku ka thanë pejgamberi a.s. kështu. Allahu ka qef, Allahu dëshiron ti merr një lehtësimet e tia, qysh urrejnë Zoti ti prekni mëkatet, të binin gjunahe. Pra, Zoti ka qef, Allahu xhelle xhelalu, dëshiron që ti merr një lehtësimet, atëherë stopimi i agjerimit për të smundit në lehtësim, atëherë merre këtë, sepse është hedije për Zotit. Allahu ka qef, po thot pejgamberi sa, mi marr ju lehtësimet e Zotit, qysh urrejnë Zoti nëse prekni gjunahet. Dhe te kategoria e fundit që nëse smundja e mundon dhe i shkakton dëme, shumë ka argumente. Allahu xhelle xhelalu thot në Kur'an, "Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima." Mos e mytni vetveten, mos e shkatërroni vetveten, sepse Allahu është i mëshirshëm ndaj juve. Pastaj thot Allahu xhelle xhelalu, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Mos hini me dorën e juaj në shkatërrim. Të dyja këto citate i dedikon shumë kujt, po edhe agjeruesit, i cili është i pa edukuar. Agjerues i pa disiplinuar karshi Zotit. Cili është ai? I cili është i smut, po thot unë nuk e ngoj hoxhën. Jo, unë i graj në veti, që kjo është i pa disiplinuar. Nuk është fjala për mu. Mu mos më dëgjon, dietarët eminent që kanë ardhur në përfundime, kanë sjell përfundime, këto që ka po i them unë, janë përfundime të studimeve në nivel botëror. Atëherë, ai agjerus, pra, na e kemi parasysh prindet tonë dhe t'jujt, që tani janë mosh, nuk e kanë të lehtë me prish sa ai ka agjeru 60-70 Ramazana, por vetëm të vetëdisohet, ta kupton se ky Zot që të ka urdhëruar me agjeru kur je kanë shnosh, i njëjti Zot po thot tash me prish se i smut. Kaq. Thjesht, lehtë, pa komplekse. Atëherë të ndershëm vëllezër, sa i përket kompensimit tash, këta persona që janë të smuar dhe nuk kanë mujt me agjeru, janë kategori. Ata të cilët janë të smuar dhe pritet shërimi i tyre, çka do të me bën? Këta do të me agjeru ditët që i kanë prish Ramazan. Ndërsa ata të cilët janë me smundje kronike, të pashërueshme dhe ai nuk mund me agjeru as në Ramazan, as jashtë Ramazanit, ai pagun fidje, shpagimin mbrana Ramazanit.
Këto hynë, pra, edhe ata që të thyrë në mosh, pra, nga pleqëria e thellë, po jo vetëm si mosh, si vite, po për shkak moshës dhe raskapitjes. Dhe më thonë, lodhje që nuk mundit me agjeru, këta persona pra paguajnë shpagimin e bajnë, ose kompenzojnë me pasuri mrena Ramazanit. Pra këtu hynë edhe i moshuari, por këtu hynë edhe gruaja e cila është pra shtatzëne edhe gruaja e cila është gjithënse. E prishin muajin e Ramazanit dhe i agjerojnë ditët pas muajit të Ramazanit. Kjo është mendimi më i saktë në mesin e shumë mendimeve që i ka thonë juristët musliman. Gruaja e cila është shtatzëne dhe e mundon agjerimi, s'mundet me agjeru, dhe ajo që është gjithënse dhe ka frikë për vetë vetën e saj, ose për fëmijën, ditët që i prish, i agjeron gjatë vitit kur të mundet. Në pika shumë shkurta, do doja për pak qaste, se pak minuta në kanë me i përmen kalimthi, vetëm ja përkujtu, gjërat që nuk e prishin agjerimin, gjërat që e prishin agjerimin dhe janë të gjërat që janë të papëlqyera. Gjërat që e prishin agjerimin, pra me ngrën dhe me pi qëllimisht. Aja ka prish agjerimin, marrëdhëniet intime, pra nga momenti që hynim saku, deri në ezan të akşamit e prishin agjerimin. Masturbimi e prish agjerimin. Duhani dhe qamçakizi e prishin agjerimin. Infuzionet ushqyese e prishin agjerimin. Puthja e gruas nëse ejakulon e prish agjerimin. Gjërat që nuk e prishin agjerimin, pikat në sy, në vesh edhe në hund, nuk e prishin agjerimin, por duhet jemi të kujdesshëm që të vëm edhe pozitën që nëse shkon në fyt, por duhet jemi të kujdesshëm. Edhe nëse shkon ai pikë në fyt, juristudentët thonë që nuk prishet agjerimi, por është e papëlqyeshme. Prandaj parapëlqehet që nëse ka mundësi pas iftarit mu vendos pika në sy, në hunë ose në vesh është më mirë. Hapat në gjuhë që mirën për shkak të hipertensionit nuk e prishin agjerimin, me kusht që të nxirret jashtë, pra lëngu që lejohet nga hapi. Supozitorët përmes pra anës anale nuk e prishin agjerimin. Pastrimi dhe nxjerrja e dhëmbëve nuk e prish agjerimin. Injeksionet nuk e prishin agjerimin, inhalimi nuk e prish agjerimin, gazi ose oksigjeni nuk e prish agjerimin, anestezioni lokal nuk e prish agjerimin. Pastaj biopsia nuk e prish agjerimin nëse nuk shoqërohet me ndonjë pije paraprakisht, po ashtu nuk prishet agjerimi me të vjellur ose të kthyer që është spontanisht, jo dhe ai që e nxit atë. Dhënia e gjakut që jep gjak nuk e prish agjerimin, por nuk është mirë me dhënë gjatë ditës, veç nëse imponohet personit, o fjala dhurimi i gjakut, që jepet sasi e madhe, për ndryshe për analizë nuk prish punë. Insulina nuk e prish agjerimin, pastrimi pra ose gusli gjatë ditës nuk e prish agjerimin. Dhe përfundimisht, po i ceki vetëm pak gjëra që janë të papëlqyeshme gjatë agjerimit ose janë mekruh. Pra të teprimit të fjetjes, ose teprimin fjetje është e papëlqyeshme me fjet, për shembull pjesën më të madhe ditës konsiderohet e papëlqyeshme te dietarët islam. Ose teprimi i futjes së ujit në hunë, me ngre ujin thellë në hunë, është e papëlqyeshme. Nëse shkon ndonjë pikë, nuk e prish agjerimin, por personi ka marrë, domethënë minusa. Po ashtu përbirja e gëlbazës është e papëlqyeshme, nuk e prish agjerimin, por është e papëlqyeshme. Mendimet rreth kontakteve intime, po ashtu janë të papëlqyera gjatë agjerimit, prandaj duhet mishmang. Këto ishin disa prej dispozitave sa i përket smundjes dhe të smuarve. Pjesë tjera inshallah i shpjegojmë ligjëratën tonë të ardhme. Allahu i pranojë për neve dhe ju të gjitha veprat e mira. Zoti ju shpërblet për vëmendjen. Elhamdulillah.